Po ma dhe mu një herë këto. Bravo. Questa con il sedere. Danit si sportist, si trajner, por edhe si njeri. Unë duhet të përgjigjoj një punë jashtëzakonisht mirë. Ka bërë disa libra të mëparshëm për të tjera figura të futbollit, për artistin e golave me kokë, profesor Selamidanin. I ftoj një duar të gjide për këtë njeri, për fat të ndonë se ka mush 83 vjeç përpara pak kohësh, e kemi sërish. Madje ja bërë edhe ftesën sepse ditën e diele, klubi futbolli Vllaznia ka menduar të organizojë një festë për të na thënë dy fjalë për mënyrën se si e ka ndërtuar këtë diçka tjetër në lidhje me figurën e Selamidanit. Një duar të gjide për Faik Sadikun. Mirë se keni ardhur. Shkodron ati shqiptar, profesor Selamidanit. Talendash, që kanë bëjë histori në gjithë Shqipnin edhe jashtë. E futbollit shkodran dhe shqiptar në këto 2-3 vitet e fundit është padyshim Bekim Balaj. Njeriu që fiton kputucën. Dhe ma krenar se sa sot që jam në mjediset e stadiumit Laro Burri.